Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e 6 të Kodi Podcast, nga fëmijët për fëmijët. Unë jam mësuese Maria dhe ju falenderoj përzemërsisht në emër të gjithë stafit të Kodit për mbështetjen dhe mesazhet motivuese që juve na dërgoni gjithmonë. Kjo na shtyn që ne të vazhdojmë të bëjmë projekte akoma dhe më të bukura me fëmijët dhe me adoleshentët. Sot në këtë bisedë do të jem me Anën, me Ana Siol. Ana është një vajzë e veçantë, është e buzëqeshur, është e çiltër, është shumë e dashur dhe Ana është në klasën e 3. Ana, si ndihesh sot? Shumë e lumtur, po juve? Po, edhe unë jam shumë e kënaqur që jam në këtë episod me Anën, edhe që jam me të gjithë juve. Ana, jemi gati që t'ja nisim? Shumë. Okej, dhe unë mezi po pres që të dëgjoj të gjitha përgjigjet e zgjuara dhe të vërteta që do të marr nga ty sot. Okej? Lërë të nisim, besoj se ti ke parë dhe episodet e tjera që ne gjithmonë nisim nga shkolla, okej? Shkolla është një vend që ne jo vetëm mësojmë, por krijojmë shoqëri, edhe rritemi dhe kënaqemi. Okej? Nisim. Do të më thuash cila është në shkollë disa lëndë na pëlqejnë më shumë, disa më pak, por më thuaj pak mësueses, cila është ajo lëndë që kur ti e mëson të bën të ndihesh më e zgjuar, të ndihesh më e zonja në atë lëndë? Unë kam disa lëndë që më pëlqejnë më shumë, por lënda që mua më ndjen më e zonja është matematika, sepse unë kur bëj matematik, sikur përgjigjet i kam pjesa më të madhe të kohës i kam sakt, po dhe kur bëj gabime nuk është se është ndonjë gabim i madh, se ne të tërë jemi fëmijë dhe ne prapë mësojmë. Jo vetëm fëmijët bëjnë gabime bëjmë të gjithë dhe gabimet nxjerrin mësime dhe na përmirësojnë neve. Në çdo gjë, jo vetëm tek detyrat, por në çdo aspekt që neve duhet të hasim në jetë. Sigurisht. Pjesën më të madhe të javës ne e kalojmë në shkollë, apo jo? A ka mundësi të më përshkruash se si është një ditë perfekte për ty në shkollë? Çfarë ka ajo ditë që e bën perfekte, që e bën më të veçantë apo më të bukur se ditët e tjera? Një ditë perfekte në shkollë e bën që kur unë jam me shoqet, jam afër dhe kur ato më pranojnë në lojrat e tyre, në gjërat që bëjnë ato, edhe kur zysha na jep detyra që nuk është se janë aq vështira si zakonisht, po janë pak më të thjeshta. Okej, po, këtu jam dakord edhe unë me ty. Dita bëhet më e bukur në shkollë kur nuk kemi shumë ngarkesë dhe detyra. Ndonjëherë, jo gjithmonë. Se dhe detyrat janë të rëndësishme. Kjo pyetje që do të bëj tani, më pëlqen shumë, jam shumë kurioze të dëgjoj përgjigjen tënde. A ka ndonjë mësues ose mësuese që ty të motivon në shkollë, Ana, dhe do të doja të dija dhe arsyen pse të motivon, pse të frymëzon? Mua më duket me qenë se të tërë zyshat, mua më japin kënaqësi dhe më mësojnë shumë mirë, po një nga ato zysha e muzikës, sepse ajo nuk vetëm që na i bën mësime që vetëm shkruaj, po na e bën që neve edhe ta kemi si formloje, për shembull, ndonjëherë na e bën që ato këngë që kemi mësuar herën e kaluar, na e bën ta praktikojmë disa herë, që edhe neve kur të kemi ndonjë gjë me këtë këngën, të dalim sa më bukur. Po, shumë e vërtet. Nëse hasesh me ndonjë vështirësi në shkollë, qofshin një detyrë vështirë, qoftë një situatë jo dhe fort e bukur që mund të lindë gjatë ditës, si përpiqesh ta zgjidhësh, Ana? Unë përpiqem ta zgjidh atë problem me shoqen, me zyshën, po ndonjëherë unë edhe provoj shumë që ta zgjidh vetë problemin. Po, është e rëndësishme që neve edhe vetë të përpiqemi, në momentin që ne nuk i japim dot zgjidhje problemit vetë, mund të kërkojmë ndihmën e shokëve, shoqeve, mësuesve apo në rast edhe të prindërve. Okej, shumë mirë. Vendi më i rëndësishëm për të gjithë, unë nuk do lodhem se e thëni, është familja, apo jo, Ana? Çfarë të pëlqen më shumë që të bësh me familjen? A mund ta ndash me ne?
Gjë ime e preferuar që të bëj me familjen është që zakonisht unë të bisedoj gjëra që më kam nevojë për të biseduar, edhe që të bëjmë ndonjë aktivitet, për shembull të luajmë, të shikojmë filma, të dalim për jashtë, të eksplorojmë dhe shumë gjëra të tjera. Okej. Kush të bën më shumë për të qeshur në familje? Vetja ime. Vetja jote? Po, mirë, mund të ndash me ne pse të bën vetja jote për të qeshur? Sepse unë kam disa momente që bëj vetën time dhe prindrit për të qeshur, sepse unë zakonisht bëj si shprehjet për qeshura, për shembull, unë zakonisht kur luaj me karta, kur isha kështu si fillore, unë hidhja karta pa lidhje. Okej, dhe kjo të bënte për të qeshur veprimi. Edhe kisha një moment që unë hodha një kartë, dhe ajo nuk e bënte do, sepse po luanim ne, dhe ajo nuk e bënte, nuk fitonte dot ajo karta. Dhe tani ne në familjen tonë si një shprehje shumë për qeshur, që zërë që themi është shumë për qeshur. Okej. Ana, cili është një zakon ose një traditë që ju e kryeni në shtëpinë tuaj dhe ti e do shumë ose të pëlqen? Neve çdo herë, sepse ne kemi disa tradita, dhe çdo herë që ne kemi nga një traditë, e bëjmë kështu si një moment special për çdo herë që e bëjmë. Për shembull, për Pashkët, ne bëjmë disa lojra, për shembull, lojën që ne gjuajmë vezët kështu, dhe kujt shpëton ne ruajmë atë vezën në një vend special. Dhe për çdo traditë ne kështu bëjmë ndonjë lojë, bëjmë ndonjë gjë. Po, pra këto momentet e veçanta gjatë festave, gjatë ditëve të festave, ty të pëlqejnë edhe i vlerëson shumë. Ana, po ndonjë talent që ti mund ta kesh trashëguar nga prindërit, sepse të gjithë ne njerëzit kemi talente që i trashëgojmë nga prindrit tanë. Po ti ke ndonjë talent që e ke trashëguar nga prindrit, nga njëri ose nga të dy? Dhe nëse po, a mund ta ndash këtë talent me ne, a mund të na tregosh? Sigurisht, një nga talentet që unë kam marrë, unë nga babi kam marrë, po nuk se i përdor shumë ato talentet e babit, sepse janë në momentet veçanta, për shembull, kur mua më mërzit një njeri, më ka mësuar babi që ti mos t'i bërtas, mos bëj ashtu, po unë më shumë kam marrë nga mami. Për shembull, një nga mami është unë tani që po bëj këtë podcastin, unë po dal në kamerë dhe unë më parë kisha shumë turp të dilja në kamerë, dhe unë e kam mësuar që me qenë se mami im është gazetare, del shumë në kamerë, mua mami më ka thënë që mos ki frikë sepse shumë njerëz do të pëlqejë ty. Dhe pastaj, dhe unë një tjetër kam marrë që si të gatuaj më mirë. A, vërtet? Edhe ti të gatuash? O, kjo është fantastike. Çfarë të pëlqen ty të gatuash? Ose një recetë që ti e qanë? Ndonjëherë unë nuk e se bëj të tërën vetë, se dhe mami më ndihmon ndonjëherë. Po patjetër, gjithmonë kur gatuajmë, kur fëmijët gatuajnë, duhet të jetë një rritur prezent apo jo, sepse duhet të kesh shumë kujdes tek sobat, tek ambienti i gatimit. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Ti vërtet mund të kesh dëshirë dhe mund të gatuash shumë mirë, por gjithmonë duhet ta bësh në praninë e një të rrituri. Kjo është një këshill për të gjithë shokët dhe shoqet e tua. Po, dhe mua më ka mësuar mami, nuk e se i qarë këtë recetë, po më ka mësuar disa herë të bëj makarona, që një herë i kam bërë babit makarona me mami, dhe babi ka thënë që janë makaronat më të mira që kam grënë, sepse janë nga 2 goca që unë pëlqej më shumë në botë. Oh, sa bukur, shumë bukur. Ana, për të gjithë ne, shumë e rëndësishme është edhe miqësia, apo jo? Po. Jeta jonë zbukurohet kur rreth vetes kemi njerëz që na duan edhe i duam. Po. A mendon ti se miqësia mund të mësohet edhe nëse po, në çfarë mënyre? Mendoj që ajo mund të mësohet, sepse nëse është njëri që nuk se e di aq mirë miqësinë, nëse ka njerëz pranë ti që janë njerëz të ndryshëm, dhe ata kanë miqësi, dhe ata kur i trajton me miqësi atij që nuk i di miqësinë. Pra që
nuk ka veç shumë miq rreth vetes. Po. Okej. Ai mëson dhe bëhet më i ndryshëm. Po. Po, ndryshon nga si sillesh te më parë dhe unë mendoj që kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Po, kjo është shumë e vërtet. Por cila është një cilësi e jotja që të bën ty një shoqe të mirë, Ana? Se unë e di që ty shoqet të duan shumë. Por dua që ta ndash edhe me të tjerët cilësinë që ti ke ose cilësitë që ti ke, Po. që të bëjnë një shoqe kaq të mirë. Po. Një nga cilësi që mua më bën një shoqe të mirë është kur ato mua më trajtojnë mirë dhe kështu dhe unë ja kthej respektin atyre. Për shembull, sot ne ishim në një ekskursion dhe shoqit e mia nuk kishin gjë për të ngrënë. Edhe ato më pyetën mua dhe unë ja dhash, sepse unë jam një shoqe e mirë sepse çdo herë kur unë nuk kam pas bukë, ato më kanë dhënë mua. Pra, ti kujdesesh për shoqet e tua, apo jo? Po. Është edhe për gjërat që ato nuk mund t'i kenë, por ti i ke, ti i bën i ndan gjërat, apo jo? Dhe kjo është një formë kujdesje. Okej, kjo më pëlqen shumë, Ana. Përveç këtyre, unë di që ti je një vajzë shumë e dashur, apo jo? E ëmbël. Dhe të gjitha do donin të kishin një shoqe të tillë rreth vetes. Ana, ndonjëherë na ndodh që dhe mund të grindemi me shoqet. Dhe a është e rëndësishme falja për ty? Dhe si mund t'i kërkosh ti falje një shoqe ose një shoku të klasës ose kujto që ti mund të grindesh në një moment të caktuar? Si që thash më parë, unë mendoj që unë mundet t'i sjell humor atyre, që ato të qeshin, edhe ne të pajtohemi bashkë, po ndonjëherë kur ato nuk e pëlqejnë shumë këtë humorin tim, unë dua të ri me ato që edhe neve të rim bashkë, që edhe të në një mënyrë ta falim njëra tjetrën, edhe të vazhdojnë gjërat siç i kishim. Okej. Por në ndonjë moment të caktuar që ti ke dëshirë të thuash diçka që është e vërtet, por kjo e vërteta nuk mund të jetë edhe aq e thjeshtë për personin që ti ke përballë. Okej? Për arsye të ndryshme, për shembull personi që ti ke përballë mendon ndryshe, ose e vërteta që ti do thuash nuk është aq e lehtë. Si e menaxhon ti këtë pjesë? Domethënë, si arrin t'ia thuash një shoku apo një shoqe diçka të vërtet, edhe nëse nuk është aq e lehtë për të thënë? Unë kisha disa raste që më kishte ndodhur kjo problem, po unë e kisha mbajt miqësinë me ato dhe akoma e kam, sepse unë zakonisht kur nuk se janë të vërteta, unë provoj t'ja shpjegoj shoqeve me fjalë të vërteta, me fjalë të thjeshta. Dhe kur ato duan që unë t'ja shpjegoj me më shumë fjalë, thjesht i them të vërtetën, sepse ne në fakt e jemi shoqe dhe nëse mërzitemi me njëra tjetrën, ne jemi shoqe. Fillimisht përpiqesh t'ia thuash me fjalë paksa ndryshe. Dhe në momentin që nuk e kupton personi tjetër, ti i thua direkt të vërtetën, nuk e zgjat shumë, nuk përpiqesh t'ja zbutësh situatën. Okej, dhe kjo është mënyra më e mirë, Ana. Të gjithë duhet të tregojmë të vërtetën, pavarësisht se nuk është e bukur, pavarësisht se nuk është e lehtë, gjithmonë duhet të jemi të sinqertë. Mirë, dhe sinqeriteti është një ndër vlerat më të mëdha që shoqëria mund të ketë, se vetëm me sinqeritet çdo gjë forcohet të bëhet edhe më e bukur dhe më e drejtë dhe më e ndershme. Okej, shumë mirë, super. Dhe në gjithçka që ne tham deri tani për miqësinë, Ana, a mund t'i thuash mësuese se çfarë roli luan mirësia në një miqësi? Sipas mendimit tënd, sigurisht. Unë mendoj që mirësia luan një rol shumë të rëndësishëm në miqësi, sepse ashtu mësojnë njerëzit mirësinë edhe miqësinë në të njëjtën kohë. Po, marrim vlerat më të bukura, apo jo? Po. Jam plotësisht dakord me ty. Bota e fëmijëve, Ana, është një botë magjike, plot ngjyra. Shpesh herë i përngjan një përralle,
Okej? Dhe unë përpiqem për shembull që jam e rritur, përpiqem shpesh herë që çdo gjë ta shoh me sytë e një fëmie. Dhe do të kisha dëshirë të dëgjoja prej teje se çfarë mund t'i thuash fëmijëve që janë paksa të ndrojtur dhe nuk kanë besim të mjaftueshëm tek vetvetja. Se që të kemi besim tek vetvetja është shumë e rëndësishme, por jo të gjithë personat e kanë një lloj vetvlerësimin, apo jo? Ti çfarë do ju thoje bashkëmoshatarëve të tu? Unë do ju thoja që ki besim të vetja, sepse ti je shumë i rëndësishëm në mënyrën tënde. Bravo, kjo është shumë e bukur, Ana, më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Pra çdo kush është i rëndësishëm në mënyrën e vet dhe në mënyrën unike, sepse askush nuk është i njëjtë me të tjerët, apo jo? Po. Çfarë mendon se është gjëja më e bukur tek të qenit fëmijë? Unë mendoj që gjëja më e bukur të qeni fëmijë është që ti nuk ka shumë përgjegjësi sa kanë të rriturit. Kjo është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet, Ana, po. Ana, ne të rriturit kujdesemi për fëmijët. Qoftë prindrit, qoftë gjyshërit, qoftë mësuesit, ama secili nga fëmijët ka një forcë, apo jo? Dhe cila është ajo gjë që ti mendon që dhe pse je fort, dhe pse je fëmijë je e fort? Çfarë është një element? Një element që kur ti mendon që me qenë se ti je fëmijë dhe mendon që je i fort, unë mendoj sepse ti duhet të kesh shumë besim te vetja dhe akoma ti duhet të tregosh vetën tënde në mënyrën tënde unike. Okej, super. Por këtu më lind një pyetje tjetër. Po imagjinata, a luan ndonjë rol qoftë në të qenurit fëmijë, qoftë në të qenurit një fëmijë fort, apo me të gjitha veçoritë që mund të ketë një fëmijë? Cili është roli i imagjinatës në jetën e një fëmie, po them? Unë mendoj që çdo fëmijë duhet të ketë imagjinat, sepse imagjinata është çfarë e bën fëmijën të veçantë, sepse të tjerë mund të kenë imagjinata të ndryshme. Po, kjo lidhet me faktin që ne jemi të veçantë, se çfarë mendon njëri, nuk mund të mendojë edhe dikush tjetër në të njëjtën mënyrë, apo jo. Vitet do t'ikin shumë shpejt dhe ti do rritesh, por unë kurioze jam të di se çfarë është diçka që ti do doje ta kishe përgjithmonë nga fëmijëria. Pra pavarësisht se sa vjeç që ti do t'jesh, ti do të kishe dëshirë që ta ruaje gjithmonë. Qoftë një kujtim, qoftë një send, qoftë diçka që ti e mendon se e ke të domosdoshme të të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Unë mendoj çdo që ka lidhje me familjen time, me dashurinë time për familjen time, unë doja ta mbaja për gjithmonë sepse janë kujtime shumë të bukura. Po, është e vërtet, kujtimet që lindin dhe rriten në familje janë kujtimet që na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Edhe pas shumë e shumë vitesh, kujtimet e familjes dhe kur kemi qenë fëmijë nuk do i harrojmë kurrë, dhe kjo është shumë e vërtetë. Ana, të falenderoj shumë që ishe në këtë episod të podcastit me një bisedë shumë të bukur që unë e shijova dhe më pëlqeu kaq shumë. Dha mesazhe shumë të bukura për fëmijët dhe gjithmonë përveç se për fëmijët ne japim mesazhe të bukura edhe për prindrit, okay? Ju faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Për ne është gjithmonë kënaqësi çdo episod podcasti që realizojmë. Do të shihemi në episodet e tjera dhe deri atëherë mos harroni se mendimet më të mëdha vijnë nga zërat e vegjël me zemra të mëdha.